për luftën Izrael-Iran, dhe në këtë situatë është e vetëkuptueshme që ndërhyrja për një marrëveshje paqësore mes Serbisë dhe Kosovës është më e lehta, e mundshme, e realizueshme dhe edhe mund të ndodhë. Prandaj kjo deklaratë duhet mirët seriozisht nga pala shqiptare, nga qeveria e Republikës së Kosovës, kjo ekzistuesja dhe tjetra që do të pritet të krijohet në ditët në vijim. Por çështja është se si do të reagohet pastaj, sepse kemi të bëjmë me një personalitet politik pa parashikueshëm. Tashmë dihet se edhe partneri më i fuqishëm në luftë në Ukrainë u trajtua në mënyrë të papëlqyeshme fillimisht. Le të kujtojmë atë skenën e papëlqyeshme në shtëpinë në zyrën e Vale të Zelenskit me Trumpin. Përsëritjen e po të njëjtës skemë me udhëheqjen e Afrikës së Jugut. Unë nuk do të them që kanë kaluar edhe Friedrich Merz në mënyrën më të mirë të mundshme siç e përshkruan një pjesë e mediave gjermane. Ka dhe media tjera që përshkruajnë që kanë shprehur hapur se janë shumë të kënaqur që nuk ka ndodhur ndonjë skandal. Por duhet kemi parasysh që nga 48 minuta sa zgjati ajo bisedë, 44 minuta në fakt kishte folur Donald Trumpi dhe për tema që nuk kishin fare të bënin me raportet me Gjermaninë. Ky është personaliteti i Trumpit dhe me këtë personalitet do të kenë punë në vitet në vijim spaku deri në fund të këtij mandati që të gjithë udhëheqësit e shteteve të ndryshme. Halli i Kosovës dhe i Ballkanit është se duhet të bashkëpunojnë edhe me këtë personalitet që ka ardhur në shtëpinë e bardhë. Mënyra se si do të qasemi ne bashkëpunimit është krejtësisht pastaj ajo që e përcakton lëvizjen pozitive, krahun pozitiv të procesit tonë. Profesor, me atë analizë ju bët pak më lart, pra i bie që ne midis asaj që po ndodh në Ukrainë dhe në linjën e mesme jemi si sanduiç mes. Kush është pazari, skenari më i keq i pazarit, ndoshta nuk është fjala e duhur që mund ta dëmtoj ne në këtë mes. Pa llogaritur pastaj tek ajo që ju thatë në fund, ndoshta një takim në shtëpinë e bardhë, çfarë mund ndodhte po ti thriste Trumpi të dy liderët e Kosovës dhe të Serbisë atje. Por tek ajo e kam fjalën tek marrëveshja, po e përsëris një herë fjalën, ndoshta nuk është e duhur apo pazari që mund ta dëmtoj ne për këtë. Nuk du të harrojmë faktin që në zyrën e Vales sa ishte Trumpi që nënshkrua një marrëveshje në shtatorin e vitit 2020. Dhe ajo marrëveshje nuk prodhoi diçka konkrete në uljen e tensionit mes Serbisë dhe Kosovës. Pati diçka pozitive për Kosovën atë marrëveshje, sepse u njoh nga ana e Izraelit dhe ajo ishte një prej njohjeve më të fuqishme viteve të fundit. Por nuk shkua më tutje, ajo marrëveshje që kufizua në raportet ekonomike, në marrëdhëniet ekonomike me Serbisë dhe Kosovës. Ka mundësi që Donald Trump mund t'i rikthehet asaj marrëveshje dhe plotësimit saj me elemente tjera që garantojnë paqen, sepse sipas Donald Trumpit paqja ushqehet me veprime thjesht tregu, marrëveshje tregtare, kanë ma e gjuhe shprehjen deal. Pra, edhe mund të ketë diçka të kësaj natyre, por kam përshtypjen që mund të jemi edhe para një fakti tjetër që përmbys gati thjesht komplet përpjekjet e 2 dekadave të fundit të Brukselit për të vazhduar zgjidhjen e çështjeve të papërmbyllura në Ballkan, e kam fjalën raportit, jo vetëm mes Prishtinës dhe Beogradit, por edhe mes Beogradit dhe Sarajevës, Beogradit dhe Podgoricës, për të përmbyllur pra këtë histori në një mënyrë që nuk do të mund të cilësoj si
vazhdim i frymës së dialogut me evropianët. Nëse në rrafshin evropian kemi pasur dialog kryesisht të inspiruar nga idetë e liberalizmit që bashkë ekzistenca multinacionale është e mundur, tek Trumpi kemi më tepër pikpamjen që zgjidhjet e kësaj natyre kërkojnë zgjidhje etnike. Dhe në këtë pikpamje mundet që harta geopolitike, harta politike e Ballkanit Perëndimor të pësoj ndryshime të ndjeshme. Pra, do të mund kishim një Bosnë krejt tjetër, sepse mund të shkohet në një paket të tërë, do të mund kishim një ndryshim sakt edhe të vijës kufitare me Serbin, por edhe me Maqedoninë, sepse nuk mundet të imponohet diçka shqiptarëve dhe të heshtet për rastin tjetër. Nuk mund të zgjidhet çështja e Bosnjës respektisht të konservohet statusi i Bosnjës dhe Hercegovinës kështu si i tillë siç e kishte prodhuar paqja e Daytonit, marrëveshja e Daytonit që i jepte fund luftës, por që e defunksionalizonte tërësisht për perspektivë gjatë, pra mbi 30 vjet, nuk funksionon Bosnja dhe Hercegovina si shtet unitar. Ndërkaq ne jemi dëshmitar se një lloj pushtimi të Malit të Zi tashmë Serbia e ka kryer, por me një qasje më të butë duke impenjuar thellë atje në politikë dhe në institucionin moral, siç e konsiderojnë ata ende kishën. Pra, janë çështje që më tepër i përkasin shqetësimit të raporteve të rënditjes së raporteve mes Brukselit dhe Washingtonit në raport me frymën e përcaktimit të vijave politike të shteteve të reja të Ballkanit. Zoti Ramabaja, ju pas zgjedhjes së Trumpit, një nga bisedat që kemi zhvilluar konkretisht më keni thënë që tani duhet lëvizim është momenti për krijimin e Federatës Shqiptare me bazë 2 republikat ekzistuese. Por tek analiza që u bët pak për lart edhe tek një skenar të mundshëm për shikimin e kufive me mbi vijat etnike, preket edhe Maqedoninë. Do thotë që gjithë situata në Ballkan është një mundësi që të lëviz. Saktësisht, sepse në rast se përdorim instrumentin cilin ka më përsa afër, më afër zemrës Trumpi, nënkupton zgjidhje radikale. E zgjidhja radikale nënkupton, sipas pikpamjes sime, përfundimin e procesit të shtetit komb në Ballkan. Këtë proces nuk e ka të përmbyllur Shqipëria dhe shqiptarët, këtë proces në një mas nuk e ka të përmbyllur as Serbia dhe serbët në Ballkan. Pra, natyrisht edhe bosnjakët në rastin konkret dhe malazezët. Kjo çështje hap kutinë e Pandorës dhe në këtë kuadër kisha parasysh edhe atëherë dhe tash idenë që në momente veçanta që të ofron historia, duhet të insistosh të zgjidhja më e mirë e mundshme. E zgjidhja më e mirë e mundshme në këtë proces do të ishte hedhja e hapit të guximshëm për krijimin e Federatës Shqiptare. Është shumë e qartë se Federata Shqiptare mes 2 republikave ekzistuese nuk e zgjidh definitivisht çështjen shqiptare, por i jep peshë e faktorizon kombin shqiptar në Evropën juglindore dhe e bën më të qasshme në trajtimin e interesit jetik të shqiptarëve përgjithsisht, edhe në Maqedoni, edhe në Malzi, edhe në Serbi. Nuk bëhet fjalë në Serbi thjesht vetëm për 3 komunat e jugut, siç pretendohet her pas her të minimizohet çështja shqiptare në Serbi. Fjala është edhe për krahinën e tërë të Sanxhakut, ku jetojnë mbi 400.000 qytetarë e shumica e cilëve gjithsesi janë shqiptarë. Por shkojmë nga krahu tjetër dhe deri në Çamëri, atëherë i bie që lëviz dhe jugu. Është çështje tjetër, çështja e Çamërisë, sepse nuk ke banor atje. Atje duhet rishikojmë pozicionin e respektimit të drejtave të njeriut.
Prandaj do të kjo çështje të shikohet me vëmendje të shtuar. Sigurisht që e drejta historike na takon ne që Çamëria të jetë pjesë e shtetit kombë shqiptar, por kjo çështje nuk mund të rihapet me këtë që ka të bëjë me përfundimin e çështjes shqiptarëve në Kosovë, në pjesën veriperëndimore, verilindore të Shqipërisë. E kam fjalën për Sanxhak e tjerë. Për të ndalur tek Serbia, mund të luajmë në këto momente me dy karrike Vučić, apo ky është momenti që i vjen fundi kësaj politike përballë Trumpit? Unë kam përshtypjen se edhe kjo Twitter i fundit, kjo deklarate e Donald Trumpit në Twitterin e tij ka ra pak a shumë në një ditë të kthjellët pa shi, një bubullime fuqishme që ka shkaktuar frikra, indinjat të dikush e tjerë, por është si thuash e parakoshme, sepse nuk mund të ecet me shpejtësi në këtë drejtim edhe për një arsye krejt pragmatike. Në Serbi kemi një pushtet krejt të brisht, ku protestat vazhdojnë, të hyjnë në muajin e 8, pritet një vjesht jashtëzakonisht e nxehtë atje. Qeveria mund të bie dhe zgjedhjet e parakoshme të jashtëzakonshme në Serbi janë të pashmangshme. Ndërkaq mundësia e rimbetjes në fuqi të Aleksandar Vučićit si një prej partnerëve që Perëndimi e konsideronte deri tash më të përshtatshëm, duket se është tepër e vogël. Epoka e Aleksandar Vučićit mund thuhet se ka filluar të pjetën. Ndërkaq në Kosovë